Është tensionuar situata gjatë protestët e kësaj të njëjtë në Bakstriol të Velipojës, banorët janë përplasur fizikisht me punonjësit e sigurisë në zonë. Për këtë janë shoqëruar disa banorë drejt Komisariatit të Policisë së Shkodrës, ndërkohë banorët vijojnë në rezistencën e tyre dhe shprehen të revoltuar se nuk do lëshojnë tokat e tyre. Do vazhdojmë çdo ditë se kjo është prona jonë dhe derisa dalin e drejta ne këtu do jemi. Okej. Çdo ditë. Shteti nuk merr masa, neve na çon çdo ditë nëpër burze, kët nuk arrin me arrestu dot. E mrën shteti kriminalin, i denja i 17 vjeçarit grysh. Do vazhdoni të protestoni? Patjetër se do vazhdojmë, me zak do ta marrim pronën. Po. Ja rrohi. Po ka duhet me mëjtë për tonë, që s'ko ashtë, tonë hajduk të këto. Virim kapin kryon me përdhëllëjt, me më shishele, po këtu duhet marrë me push. Qa bat ma këto me në tash të jam, me këta njës, këta nuk kanë vaj për zotën. Këta i paguaj, e i hori atje nërë, pa hori që ka në toka jonë. Të lutë, janë toka tonë këtu. Me arë mu më rështë me ne, se në këna hafë. Këtë për në kapitit toka, në ka në gjyshit tanë, këtu të lapim jetën të tonë, kush ka tokën tonë? Pra ti mjëri më ndekesa dhe i mavi, këtu vindet i le kujdoj njërzit që ka tokën to, jëmë në quen luft civile, revolt në kanë qua se po, për ma qojnë luft civile, mora vetë në styre, po kam shokën të mërgush, styre mora me ta, kanë vëzit tonë me ta, tërë tjetë i mavi. Prej me shumë se 3 javësh, banorët e Bakstriolt në Velipoj vijojnë të kundërshtojnë punimet për ndërtimin e një resort turistik në atë zonë.